sa më larkë. Por me këtë figurë, LDK-ja ka fituar 2 herë kryeqytetin, zotëri Saliej. Jo, unë mendoj që se ka fituar LDK-ja, më shumë ka fituar vetë për Parim Roma, me një bashkëpunim në ngushtë edhe me PDK-n. Pra, LDK-ja gjithsesi e ka përkrahur pa asnjë dilemë, sepse ka qenë kandidati i saj, por që ai ka bërë koalicione të hapura, të fshehta etj. Dhe ka arrit fitoj dhe ndoshta fiton edhe një herë edhe në mandatin e tretë, por ai s'ka asgjë të përbashkët me LDK-n. Pra, absolutisht, as si koncept, as si frym, as si parime, ai asgjë të përbashkët me LDK-n nuk ka. Dhe a është për Parim Rama ai për të cilin Lumir Abdigjiku në një farë forme ka thënë që ka tendenca që ta shkrinjë LDK-n në PDK, zotëri Saliej? Ne i dim raportet shumë të ngushta të tij me PDK-n, pra për Parim Ramës. Edhe unë mendoj që edhe për këtë arsye për Parim Rama nuk i bën mirë LDK-s. Sepse pastaj edhe unë besoj që LDK-ja vërtet do të ishte plotësisht në ndikimin e PDK-s, përmes tij pra. Edhe nuk shoh asnjë arsye që për Parim Rama të jetë kryetari i LDK-s. E qartë, por a mund të jetë